Para se me vazhdu me gjithë shka tjetër, na përdoj me tregu që shoqja jonë Flutra, për shkak të projekteve të saja personale, nuk ka me qenë ma pjesë e përhershme e emisionit. Përdojna me tregu Flutër që kemi na mungu shumë, na kena pas knatësin shumë të veçantë me punu me një njëri si Flutra, i ka jep shumë energji të mirë panelit, i ka jep shumë ngjyrë, edhe se nuk ka me qenë ma pjesë e panelit, gjithmonë na prapë shpresojmë që Flutra ka me na u bashkan gjitë me na i temë speciale kër e kemi. Kështu që na veç të urojmë ty shumë suksese. Tash i kthehemi panelit. Po du përgjigje shumë sinqerta gra, edhe nëse nuk pajtohemi me njëra tjetrën, prapë mos me na me të hatri. Mbres, po të ves ty pak që shto masi e re dhe në fillimet e tua të shoqeve. A je tip ma shumë që debaton kështu direkt, a pret një herë pak me mbledh informata, ma ndej godet? Dy atë veç më varet në qëfar rasti. A po? Do më thonë, mos me ditë që ka me prita. Yes, edhe një sen para se me fillu me folë për temat, po du me thonë që jam shumë falenderuse që jam pjesë e shoqeve, edhe kom dirin që jam përballë grave kaq të suksesshme edhe kaq të dishme, edhe gratë të cilat e shprehin opinionin e tyne, pa marrë parasysh se çka mundet me konë komentet që pasojnë e tjerë, ose edhe pasojat. Kështu që me zis po prasë me kalu çdo dile me juve, edhe çdo dile me juve. Faleminderit Mbresa. Me juve. Po filloj me një lajm që ka bo këgja shumë zhurmë në Kosovë. Gjesti është në paraburgim për një muj edhe akuzohet për kanosje, dëmtim pasurie edhe armë paleje. Po, historia nuk ndalet vetëm të policia. Ai prekosh ka deklaruar konfliktin me produksionin Onima edhe ka pretenduar se kontrata i ka blokuar publikimin e këngëve. Edhe me njëherë këtu lind pyetja, kur një artist shpërthen, a është ky krem, a është pasoj e presionit që a i ka. Jack, te një këgja mirë industrin, edhe njerës e skenës. Sa presion realisht ka sot një artist në Kosovë, se publiku veç e she klipat, sukseset, makinat, paret, po a ka mas që tyne kontratat rana, borgjet të mdoja, edhe një par kontroli që për ju bot artistave? Dhe para se me njës me diskutu, në du me thonë një sen, që ka bot gjesti është e papranushme në gjdo aspekt, dhe që ka do që të thomë une nuk është për me arsyetu aktin e ti, me gjithat në këtë industri me të vërtet është problematike sepse vrejet mungesa e dorës shtetit. Një artist i cili bën një kontrat, e bën atë kontrat edhe shumë e kuptushme se kontratat kur bën kontratat dy palëshe, duhet me egzistu mundësia e shkëputjes kontratës. Tash, këtat industrisë, këtat labelit, thojnë, na e rritim një këngëtar, pe askushit, e bëjmë dikushin në momentin që a i bot VIP, edhe që njësë faktikisht me prodhu, a i kërkon me shkëput kontratën. Po është e mundën, edhe ajo është diçka që mundet me ndodhë, se të ke fundit na kemi jetu me persona tjerë, kemi pas fëmijë me ta, po vjen një moment kur duhen munda, të kontrata duhet me pas edhe një klauzul, në cilën parashit se qka ndodhë, kur njënit për ty një ndrohet menja. Kur ju ndrohet menja, mundet me hupë kompania, po jo detyrimisht do të thëtë që këngëtari ka me pas sukses. Me gjitha të borgje që janë përmen, dhe artiste tjerë që kanë përmen njëtën kompani, me të njëtat aludime, për mu është dishka shumë brengose, dhe për ma te për sot një postimi ati djallit që ka kompaninë Onima, ku thash Shqiponja nuk hanë miza, ke shumë dëshpruse, sepse unë s'du me thonë që ai o dash me pas konsiderat për situatën e gjestit, me gjitha ta, t'i marë parasysh këtë që ka i ka ndodhë gjestit të njetë, një loj empatia dhe një loj mirëkuptimi dhe një loj mundësie për me gjithë një gjutë përbashkët, për me zgjithë këtë situatë ka vit me egzistu dhe për ti. Jo më shef, mës mi dalë për para, me lonë gjesti më balafaqu me gratë që punojnë zyre, shumë me të mërshme, shumë situatë e komplikume. Eda, në momentin që një artist e bën një veprem të rrezikshëm, a duhet me folna për shëndetin mendor ti, a veç duhet me drejtu si një përgjegjësi penale?
Janë të dyja bashkë, nuk mund të ndash njërë nga tjetra, se normalisht Se normal njerës kuptojnë që ai ka pas shumë presion, për që ata edhe... Jo, në tilla situata duhet me u pa nga dy anët. Gjesti me rastin e ndrimit jetës së vllajt vet, sigurisht që ka kaluar një traumë shumë të madhe dhe nuk është në momentet e veta më të kthillta. Edhe kënga që e bëri normalisht e tregonte dhimbjen edhe gjithçka tjetër. Por ky reagim pa dashme e justifiku gjestin, mu personalisht më duket prej zemrës plast. Për të lidh pak edhe me atë që tha Gjeki, nuk është dasht për shembull mos me i dalë në takim, mos me ullë me folë dhe me e diskutu këtë histori edhe me ndasa në tek e fundit, sepse gjithë jemi njerëz. Sot jam e martu me nesër ndaj rrugët me burrin tam, kur gjë kërkujna. Kjo nuk do të thotë që Gjesti ka bëu mirë që ka marrë Alltinë dhe ka shku atje, ka bëu një gabim jashtëzakonisht shumë të madh edhe për penale të mirëfillt, për cilën është edhe në paraburgim. Mujna me folë edhe për çështjen e paraburgimit, që është mas pak e tepruar ndoshta, kisha thënë unë. Po me gjithatë e cakton policia apo prokurori rastit në rastin konkret, sepse tek e fundit ekziston edhe mundësia e ripërsëritjes, ekziston edhe pjesa që po e përmend ti Lyrë që është i ngarkuar mendërisht edhe mundet me eskalu, me e bo veprimin ma shumë. Të gjitha janë me pikpytje, të gjitha ekzistojnë si opsione dhe të gjitha funksionojnë. Në rastin konkret, ai po e vun dënimin për veprimin që ka bo, po prapo kthehemi te pjesa e diskutimit thelbësor. Nëse një kompani nuk i përgjigjet këtij personi me cilin ka një kontratë dhe dyshoj Gjek që nuk është klauzola në kontratë, klauzola duhet jetë. Duhet jetë, por nuk shpesh, për shembull, te pjesa e privatnikëve, ekziston ajo pjesa që hajde se merremi vesh, hajde se i kryna, hajde se këshyrim, hajde se janë shkalojnë gjitha me radhë. Duhet i kalu këtu marrëveshje gojore, sepse pikërisht lindin këtu. Kështu që kontrata është kontratë, duhet zbatu deri në fund, pastaj të gjitha këto reagimet mbrapa, shqiponja, miza, krymi, gjelpona, apo çfarë di unë, këto janë thjesht me rëndu situatën më shumë. Edhe thjesht e rëndojnë edhe pjesën e mekanizmit brendshëm të këtij artisti, nëse mund ta themi kështu, që me eskalu edhe më tej. Ama tash, prej anës Gjestit, fjalët e tjera, po mendoj, ajo që është publike. që produksioni ka ati bërgjë. Mu një njerim ka bërgjë, që 6 vjetën e së nënzo. Apo më kuptan. Edhe je para dilemës, që mi bë ati njeri? Përmbarim, po. E kom që më përbarim, që 6 vjetë e përbaru, si më thot, s'po kena ku me gjithë. Qysh me zgjedh këtë punë? Jo, më falë, Onima nuk mundet me mos mu gjithë, se Onima është një kompani vërtet. Ekziston me vite, ka një zyrë, nuk ka mundësi. Ama shpesh herë njerëzit duan ta marrin ligjin në dorë në Kosovë, jo me situatën e Gjestit, po në shumë raste, duke mos funksionuar një sistem i drejtësisë i mirëfillt, e aq më tepër një situatë që pa dashur ose nuk funksionon në kohë. Po, a menon arbërisht që industria e muzikore në Kosovë është pak e abuzive me artistat e rinj? Absolutisht, po, dhe unë pavarësisht se s'kom Ka shumë njerëz i kom po talent të ri që tash më jenë bo emra shumë ata thonë që i kanë shkatru dhe financiarisht dhe në imazh dhe i kanë kërsnu dhe është dash me shku në ujrat e tyre dresa nuk kanë arrit mu shkëput. Pra është një abuzim profesionale, personal, mbi karrierën tonë dhe talentin dhe tyrat që ajo jep aty dhe jo vetës. Dhe me këtë kartë luhet shumë lehtë. Pas lufta ka qenë edhe më e keqe për këngëtarët, për pibie që kjo industri veç është evoluar. Dhe tash faktikisht kë, për 5 vjetë zguzon me publiku kur gjo. Po veç Gjesti ka pas kontratë të vazhdueshme edhe ka bu kontratën me kompanin tjetër. E po dhe? Pa shkëput kontratën. Po. Unë e po du pak mbresën me përshqishë tonë. Qysh prokuria themelore Prishtinës kër e ka shu komunikatin e arrestimit, ja ka publiku emrin. Në po tjerë kriminalve se u qesin. Që e kolegëve që përsin drejtsin, që mu ka dëmë pak e qëditshme, qysh prokuria institucioni, jo gjithmoni, edhe njerë që jenë profilit shumë atronda, kriminali, në kemetar atisura, nuk publikohen emrin, edhe pse a ishtë zbulu absolutisht nga media dhe ishtë publiku emrin, po mënyra qysh automatikisht e publikohen emrin prokuria, nuk është që në gjanë shpesh dhe nuk është e shpesh kjo praktik nga anë atyre të nëruhet mundohet dhe do duhet të ruajt identiteti për një institucioni, për të tjerat, jo që jeni më kompetente nga industria, mundemi në folë. Jo, që edhe bash njerin kompetent, se mbresa përveç moderatore është edhe këngëtare, edhe po du me ta pyet pak eksperiencën tane personale me kontrat, a ke pas naj kontrat, nëse jo pse ke vendos mës me bo kontrat, ose qyshe ke pas si qëtë eksperiencë? Une, fillimisht po du paka shumë me të regu edhe pse prej bigot njerëzit kam prit që une ko me u marrë automatikisht me muzik.
edhe ko me bu muzik, edhe ko me qitë kong, edhe ko me shku me performu, që në konë sene për të cilat une mas pari jo me ndu ko gjagjat, edhe mu i me thonë që një prej pjesëve kryesore pëse unë jom step edhe nuk e kom bu qatë hap, ka mujtë me konë pikresht mënyra që unë e kom pa industrinë e muzikës, duke qenë e përfshinit prej moshës 20-21 vjeqare, unë e kom pas një kontrat, e cila për të cilën nuk muna me folje edhe shumë, pasi që edhe nuk e lejon, po e kom pas një kontrat ku jon konë të ndone detyrat e të dy palëve edhe përfitimet. Problemi me artistat e ri është që artistat e ri të cilët kanë talent nuk kanë edhe pare. Tashte, që ka ndodhë? Shkaku që Gjesti për shambull, po folim për Gjestin, masi i vëshina të folë për Gjestin, nuk ka pas pare që me bu një kongë cila mundet me kushtu 5.000 euro, ma ndi edhe klipi 10.000, zgjedh me punu me dikan, i cili ty normalisht që ko me të majtë me kontrat. Se në momentin që aj ti bën ty disa kongë në vetë, që shkojnë, për shumë do me thonë, se i bën 5 kongë, aj ka qitë 50.000 euro për ty, edhe në momentin që ti imrin majat, ti me imshu shkelm, gjithashtu nuk është sen korrekt, te kemi parasysh. Tash, artistat jënë të ri, artistat që bojnë qësi kontrata jënë të ri edhe me zispresin me pas një mundësi edhe me dalë me knu. Sepse e bojnë edhe me qef. Qka harrojnë... Gjeste ka të kalu këto. Jo, po kjo e ka të kalu mas bigut. Qka harrojnë është që... labelit, se se ka rrit labelit gjithë. Që atë jo krejt dalime. Po, qka harrojnë është që qajo kontrat komu kone e vlefshme për gjatë qësaj periude, apo kuptan. është një farforme si kur e hanë forën, më rinë diqka, edhe ma ndej tani, edhe aj mundet mos më kohë korekt, për gjithashtu është një kontratë e cila duhet me u respektu. Veç një pyetje nëse banë, mase veç e ke një kontratë dhe din më mirë detajet. Nëse e ke pas, s'ka lidhje. Se këtë në atë kontratë, për shembull, që deri sa të arri masa investimeve të hedhura nga pala e tretë, atëherë pastaj fillojnë edhe ndahen sheri i fitimeve. Besoj se është ajo brenda. Është mundësi për i shurtim të kontratës në momentin. Po flas në anën financiare. Për shembull, ti ke bo 5 kongë, ti kanë hedh 50.000 euro, janë mbri këto 50.000 euro, mbas 50.000 eurove borç, po themi njërë të supozume, që ti ja ke kompanisë, atëre fillojnë edhe ndahet sheri i mes të dy palve. Kompanisë që të kanë bështet fillimisht edhe ty si këngëtare. Besoj se kjo duhet jetë në çdo kontratë. Në momentin që dhez, për shembull të na, mund është me i marrë në koncert 8.000 euro prej të cilave i ndonë edhe shkon të jashtë lyë edhe borxhin. Eksakt, këtë po them. Nëse veç vesh qashtu, abiden. Zakonisht përfiton ma shumë kompania se vetë këngëtare për qëmit koncertit, për shumave. Po du me thonë që mund në qëtë rast për shembull po mdime Gjesti, në basë që atyne që kom lexu, unë gjithashtu e kom pas marrë një ofertë, kontrat prej po të njëjtit person edhe unë e kom refuzu për arsye, për eks arsye. Tash ndoshta ajo të njëjtat pikërisht si kur Gjestit, po nina ketë që ka arë puna deri që to, po që ka pëtu me thonë është që industria muzikës nuk është veç dzidza, klab, veshje bukur edhe makina, po është shumë e rrezikshme edhe qasë ju nuk muni me imaginu, do me thonë, të pak të unë e sa di edhe sa kom një, është që është pak zot Gjesti me u mirë vesh. Do me thonë është sikur që të ishim këtë në herë, është tash puna burra, tash do të burrat mu taku. është një farë lloj i hierarkisë në industrinë e muzikës, që ti nuk mund është me dhez kur dën, që shdën, edhe me ecë kur dën. Po do të blokojnë kur dojnë ato, edhe ta hupin imazhin. Ja mënën që një artist mundet me ja dalë pa një label në fillimet e para? Mundet me ja dalë nëse veç ka pare. Super talent dhe super mbështetje nga familja. Nëse ka pare. Për shembull lëndrimin, e kena pikërisht rastin e lëndrimit, i cili financiarisht nuk ka qëndru mirë qatë sa me bu mjaftueshëm projekte për me hi tamam në treg. Apo? Tash hini në beg, i dha edhe famë, po jo do mos do, aj me 124.000 s'mundet me bu, ku me ditë se shka se kushtojnë. Fama e ti qelë rrugë për bashkëpunime. Duhet me pas pare. Fama e ti qelë rrugë, po mbra pa asoj du të mukun edhe dikush që të menagjana, dikush që të kryon ty si produkt, kryon si imazh, mon takime për ty, lufton që ti me pas bashkëpunime ndërkombëtare, lufton për platforma, për... Apeten? Po që pikërisht është interes, shfrytëzohet momentumin nga të dy anët për me ecë përpara bashkë nëse veç ata e kanë të përbashkëtën. Yes, unë gjithashtu po du me thonë që e kuptoj Gjestin për Gjestin që e ka bo, mirë po nuk e arsyetoj në asnjë formë. Nuk menoj që dikush mundet me arsyetu një qasje lloj rasti, ka shumë sene tjera që mundesh me i marë si
si veprem, jo me shku bashkë deri në pikën e fundit, që ka shku Gjesti. A di se kjo puna Gjestit ngrit shumë tema për cilat muj me diskutu. Po, dhe asnjëherë nuk po Edhe fakti i armbajtjes pa leje. Në Kosovë, në studimin e fundit që jo bo në 2003, për ati studimi ka dalë që në Kosovë janë 360.000 deri në 430.000 armë pa leje. Armë të vogla. Qasje në armë pa leje me blemë në aditës. A pëdim ma letë e ki me ble armë. Marë me hauzu diko në shumë e qasshme. Unë e kisha pas qef edhe 2 sanë tjera me ngrit. Një keq që Gjesti financiarisht është shumë keq, gjë cilat bën me dyshu që parët e bigut se kanë dhënë kur, që mu sinqerisht më brengos. Ama kjo të bën me dyshu, po na nuk kemi... Po, jo, e vërtet. Pjesë të ke Si e fundit para, 100.000 euro në dhe si e dyta, Gjesti është arsyetu se është... Nuk mendoj që është veç ajo, është edhe mismanagement, edhe menaxhimi i keq i pareve. Po dhe që kjo se... Po nejse s'ka mujtë 100.000 euro a i mi hargju për 3 mujë. Jo, Munesh me i hargju sa ora. nëse nuk e menaxhon, Nëse s'din me i menaxhu sa ora i hargjon. Nuk janë qatë shumë për mos me u hargju, po edhe nuk janë qaq pak që me met mas pa Me pare, kanë keq tom financiarisht. qështu, me thonë që kjo është arsyetimi i çka bëjën e veç nuk e di sa është ka dhënë arsyeshme. edhe arsyen që është në ankth, Po, edhe dhe është. këto prej aspektit mjekësor kisha pas që veç me arsyetu, në momentin kur njeri hynë Big Brother ose një projekt stil, trupi nis me kriju me prodhu shumë adrenalin. Dhe duke pas gjithmonë stres për një periudhë shumë gjatë kohore. 6 muaj mrena Big Brother me ti njeri. Trupi nisë dhe boti kërën varshmërin dhe adrenalinës. Si post-traumatik ma i gjatë, më ndej. Varshmëria është shumë ngjeshme, për nuk është kimike si e drogave, po psikologjike edhe ka të njëjtën fuqi. Dhe në momentin që trupi nuk e prodhon qatë se kom përjetu vetë, qatë sasit të adrenalinës, njëri bjen depresion. Pësën ankth dhe sulmet panikut. E su për ekstremit në ekstrem. Në aspektin mjekësor, që kjo që Gjesti po thotë, është qëndron shumë. Po veç në këtë rast pra artistët, po prapë s'po mes veç të Gjesti, po artist a janë pra viktimat të industrisë, a më nështë a janë veç njerës veç pak të përfundoj, a veç janë njerës që nuk mujnë me menagju suksesin e tyne? Dhe gjëm, tjetër është me ditë me knu, tjetër është me ta menagju dikush karjerën. A dhe zdo me thonë që dikush që din me knu, din me menagju karjerën e vetë. Unë kom qenë dizajnere shumë e mirë, s'kom ri kur gjë, se s'kom qenë e mirë në menagjim. Unë e dash me pas një menagjer që ma menagjën biznisin për me qenë vetë e sukseshme, apo më kuptan. Edhe artistat që qatë probleme kanë, nuk mundësh vetë me menagju, po me në ti mundësh, po mund, varët sa sukses mundësh me mrima ndej, sa dhe njëherë kemi diskutu që kanë këtarët në Kosovë që kanë bashkëpunu me burat e tyne, kanë mri sukses që i kanë menagju, kanë mri sukses matë madhë. Menagjimi e artistit është një profesion krejt tjetër, kështu që gjithmonë kanë mund varë për tyne. Problemi është të qato kontrata. Problemi është industria në përgjithësi që mundohet me vjellë. Ligji punës në Kosovë se kemi me diskutu dhe ma vonë në temën tjetër, se ka mu lidhë me qëta, është shumë i qartë dhe shumë strikt dhe shumë bështetës për punëtorët dhe për punëdhënësit. E vërtet. Dhe nuk ki nevoj ti me ditë ligjin e punës, po veç kontratën ja që LGBT-së dhe i thu, a pedi ku o problemi që saj kontrate. Shumë në rastave kontratat në Kosovë, jënë qash pro favorizu se punëdhënësi, sa që punë marës, harron që ka ki. Dhe më thonë edhe këto do të mund bikëshyre mira kontratat që ndërtojnë në Kosovë. Në vërtet, inspektoriati ndikon në qëta raste. Do duhej me ndiku, do duhej. Punë marësi, po ndikon. Edhe fort bile. Edhe shumë bile, edhe shumë i denon. Për një shoqë që më ka të regu për një trajtim të keq ndaj punëtorit që ardenimi ka marë ajo personalisht. Jo, më flasë për përmbajtjen e formulimin e kontratës. Po nëse në rastin konkret, që industria zemër... Në atë raste, ti dush me qene me që me mjaftushëm, ose me konsultu një jurist, mos me nëshkru kontrata tila dhe Gjeke, po kam përshtypjen që të rastet e tilla nuk është që zbatohet ligji punës në perse, dhe më thënë në totalin e vetë, sepse ai nuk është një punëtor në bazë ditore që punon 8 orë dhe e kryen. Ai është një bashkëpunim mes dy palëve. Dhe në zakonisht kontratat janë tip. Dhe më thënë që ti mundesh me lexu, me ra dakord ose mos me ra dakord. Ose me negociu. Me shtu ose me heq. Si që kena bojë edhe neve, do më thënë gjithë jetën tonë.
Tash, poenta është, jam dakord me Mbresën që thot, këta artistët e rinj, desha me thonë fjallën këta që kanë pasion, njubat bashkë, pasionin dhe artistat e rinj nuk është që e këqyrin shumë pjesën e kontratës, sepse ma tepër qëllimin e kanë që përdojnë me dëpërtu, përdojnë me u dëpërtu, përdojnë me u bojull, apo me jepti mu 50.000 euro për 5 kongë, o, t'i kthej mrena vitit veç bom t'i yll. E tash, kur vjen pjesa që u bone yll, edhe fillon pjesa tjetër, jam dakord me atë që thotit, ti mund të jesh me qenë një superstar, por nuk din me menaxhu, fillon kesh menaxhimi pareve, kesh menaxhimi kohës, kesh menaxhimi i koncerteve, gjithave me radhë, dhe pastaj vjen te pjesa që i thua ti, ore unë 50.000 euro më të i kom bo për ty. Tash unë po du mu hek për teje. Se po du me fitu për vete. Edhe nuk mundesh me hek, se ka ca klauzola ajo kontrata. Më dhënë që nuk mundet me të lënë bashkë qa shkollaj me lëvrit ti kur dën. Dhe gjitha, pojenta është që duhet mu nisë prej startit. Dhe, qa është problemi? Dhe nëse do mu shkëput kontrata, nuk është të thore hakmarja që me bloku qatë artistë. Aty desha me dalë. Aty desha me dalë. Tash, në momentin, nuk është gjesti i pari artisti cili blokohet nga menagjera. E ke rastin e Tajnës, për shembull, që nuk kanë bloku moti, ke rastin e tjera. Dhe thonë, kjo është patën, kjo mënyrë veprimit. Pa fund. Sepse unë të kom pas në dorë, unë të kom dhënë parë, unë të kom bo, ne kemi dhe rastin e Luiz Ellit, për shembull, që ka pasur një kontratë jashtëzakonisht shumë strikte, masi ka dalë nga Big Brother me Top Channelin. Një vjetë s'ka guxu me lëvrit. Jo, në kuptimin s'ka guxu me lëvrit, sa e ka bo punën e vetë mrena kontratës. U kanë me kontratët dhe i kanë dhejtë kontratës besnik nga dy palët. Dhe pra po i artistit që nuk po e më përmbat pra kontratës, në më thonë pra nuk është. Nuk është faj i artistit, është faj i asaj kontrate që duhet ama artisti po e nënshkrum kontratën. Unë kërku shumë e nënshkrum pa e këshyrat kontratën. Leti qëndron po dhe nuk po i mandika vetë nuk po i qëndrojnë deri në fond. Në rastë kontratat e ne asë nuk analizohen, shkruan shumë thjesht çfarë do varion. Ama ajo është gabim andej personalisë. Po kjo është mendësie përgjithshme në Kosovë. Kjo është mendësie përgjithshme. Edhe në institucion publik. Po sido që të jetë mendësi totale të jetë është diçka e gabueshme. E kemi për të drejtë me tregu se që funksionojnë gjëra. Na dokumentin është shkruar shumë lehtë për një kredi, për një ato pa i lexuar net, pa i lexuar, që kjo është mënyra që funksionojnë. Edhe nëse varet prej çfarë po pra, që kjo mendësia të vron. Tonë është që industria e muzikës është e njëjta në të gjithë botën. Domethënë se që ky është rasti jonë ma i freskët. Po, ki gjithkanë për botë, do më thonë kompanit e mëdhaja që nënshkrujnë artista që ka qenë Taylor Swift prej të parave, gjatë qësaj periudës disa vjeqare që ka ngritë zonin edhe u konë e para nështë prej grave që ka fitu të drejtat e kongëve të saj. Do më thonë, si industri është ndërtune në qëtë mënyrë, që unë menoj që është gabim, po se kujt me alon fajen, nuk di. Edhe ti kur i ki 20 vjetë që nuk ulesh me lexu zemra jeme. Po feks, po është pak çështja. Në momentin që ti pretendon mu bo yll, atëherë duhesh mu ul edhe me i thonë, e drejta e ka nuk i ki që të men me 19 vjetë. Nuk i ki që të men me 19 vjetë. Shumir të dikon që është me i menqë. Shumir Saida, entuziazmi ju bën që... Talentet janë talente, unë jam dakord, po ullu lexo. Se prandaj kem shku në klasës parë deri në 8-ën minimalisht për të paktën me lexu e me kuptu. Si babën e vetë e ka pas menaxherët që të problemi i ka pas. Apo më kuptan? Britney Spears ka pas telashe tjera, abuzive me droge, me alkohole, me sa. Apo qëre, në qëtë industri, droga, alkoholi janë mirë mëngjezi. Apo më kuptan, kështu që... Industri komplekse, po. Në që të ashtu ndikon shumë edhe presioni që e ki presioni i famës. Imaginoj një personazh si Gjesti, që do më thumë mrena natës u ku një senzacion. Po kuptoj mrena natës u ku një senzacion, momentin që ka bu hyrjen prej këtuit, kur ka shku atje u ku një senzacion. U ku në gjithë shka që ti keni. Edhe të bjenë në kres. Edhe një sen tjetër është në këtë industri, kone fundit, yjet shumë shpejt bon, yjet dhe shumë shpejt fikën. A përdi nuk është si për para. Gjithë botën, e artit nuk punoj menqo. Dhe gjëmë po, unë s'po thëmë veç në Kosovë. Në qëtë industri, këtë krejt botën. Këtë periull, po me ndot funksionimit. Shumë shpejt dhezë dhe shumë shpejt hupësh. A, menon që mujnë me kanë projekte që bibojnë shumë afat jo, bre se ka, unë mendoj se... Dalin talentet të ri, jetë ri, Vishë prinde të momentit të përcjellën edhe veçanë, që ta nuk kanë kozgjotje ma të qasjen të në botën, një majmunë në Japoni u popularizu dhe një sot shkojnë deri në Tokyo për me pat majmunë zoologjik.
Apo më kupton, qasja është që madhe, shpejt, shumë shpejt. Harxohet, vazhdon tjetra. Ka gjithmonë shpenzohet. risi, ka gjithmonë gjëra të reja, ka fytyra të reja, ka talente të reja, ka artistë të rinj, domethënë që ti 3 muaj mos me dalë në ekran harrohesh kush je. Qaq. Qaq. 3 muaj, jo më Aty shumë. është krimi më i madh se këto kontrata 5 vjeçare. Gjithsesi nëse sot nuk bën këngë dhe muzikë, mas 5 vjetëve ati si duhet, as me pas... Po, nëse gjen një menaxher tjetër më të mirë mbas 5 Aje ka vjetë, ai mundet me gjithë, aje ka gjithë atë që tash... Me mirë, kuptimi domethënë po bëj një paralelizëm. Atë jo problemi. Që lirë ruju, se 3 muaj s'dole e hëngre. Po, është pak që kjo pjesë problem, sidomos që tash që është qa që e shpejt jeta, edhe për një merë edhe veç edhe një lajmë, veç 3 dit mundet me kohën lajmë edhe ma ndej me njerë daj lajmë tjetër që është ma interesant se ti. Jo, dhe për shambull, na majnë Michael Jackson që sa ka vdekje, halati tranosh mas tina, po më kuptën? He was the king. Ajo projekte artistike që po buhen që tash që nuk janë është atë qaq